Numri i studentëve të helmuar në Akademinë e Sigurisë ka shkuar në 60, raporton Policia e Tiranës përmes një njoftimi për shtyp. Sipas uniformave blu, fillimisht janë paraqitur 31 kursant në repartin infektiv të QSUT-s me simptoma si temperaturë dhe diare, të cilët kanë marrë ndihmën e nevojshme mjekësore dhe janë kthyer në Akademinë e Sigurisë në gjendje të mirë shëndetësore. Ndërsa mëngjesin e kësaj të njëjtje janë paraqitur në qendrën shëndetësore të Akademisë së Sigurisë edhe 29 kursant të tjerë të kolegjit profesional të formimit policor, të cilët janë dërguar për ndihmë mjekësore pranë repartit infektiv. Policia dhe Agjencia e Mbikëqyrjes kanë nisur hetimet për ngjarjen, ndërsa dyshohet se studentët janë helmuar nga ushqimi që ofrohej me catering nga kompania Sorial, e njëjta kompani që nga ekspertiza rezultoi se helmoi studentët në fillim të muajit maj. MSN mëson se menuja e tyre e darkës ka përfshirë pilaf, makarona, fasule, sallam, kos, qumësh dhe bukë. Historia përsëritet në Akademinë e Sigurisë. Studentët e këtij institucioni janë helmuar sërish, referuar burimeve. Mbi 30 student, pasi kanë konsumuar vaktin e mbrëmjes, kanë shfaqur simptoma të ngjashme me ato të helmimit dhe janë transportuar me urgjencë për në spital, ku kanë marrë edhe ndihmën e nevojshme mjekësore. Aktualisht ka nisur hetimet edhe nga MP-ja lidhur me rastin. Në helmimin e parë të 7 majit, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit bllokoi aktivitetin e kompanisë dhe gjobiti me 1.5 milion lekë për ushqim të pasigurt për kushtet e papërshtatshme higjieno-sanitare. Pak ditë më pas, në një vendim të dytë që kundërshton veten e saj, AKO u tha se nga analiza e mostrave për higjienën ambientale dhe pajisjeve rezultuan brenda normave, duke zhbllokuar aktivitetin e kompanisë. MCN u përpoq të kontaktonte këtë të njëjtë me administratorin e Akademisë së Sigurisë si dhe kompaninë Sorial, por refuzuan të japin një koment.